unë librin nuk e fillova ta shkruaj duke u kthy shpesh në Kosovë. Mu në fakt lufta më kujtu në Bruksel, edhe komplet ato kujtime të cilat kisha mendu se i kam harru ose i kisha mendu sikur kanë ndodhe dhe janë aty ku janë, po më përcaktojnë rrjedha të mëdha të jetës, por pastaj ti kur sheh këto negocime të përditshme të mikroagresioneve, mikroracizmave, ajo pastaj më ktheu në këto diskutimet në fakt ku është paqja, sepse projekti evropian, sidomos për popullsitë periferike, ishte shitur si një projekt i krym, edhe ata jetuan përjetësisht të lumtur. Ky ishte projekti që shitet edhe sot në fakt. Ajo çfarë duket në fakt qartësisht që ka ndodhur me Shqipërinë këto vitet e fundit është e gjithë pagadishmëria e Shqipërisë për të bërë një vend seriozisht i konsiderueshëm për antarësinë në Bashkimin Evropian. Çuditërisht ka marrë një kthes tjetër në momentin që Shqipëria pranoi në një farë mënyre të bëhet bartëse e politikave të përjashtimit të Bashkimit Evropian në raport me emigrantët nga vendet e Afrikës Veriore dhe të lindjes së mesme, por jo vetëm. Vjosa, keni zgjedhur ta rrëfeni luftën Kosovës përmes syve të një vajze 12 vjeçare që është alter egoja juaj, rrëfimi është në vetë të parë, pa u përpjekur ta korrigjoni zërin e saj me shpjegime të rriturish, duke qenë se të rriturit shpesh kërkojnë përfundime, mbyllje, shpjegime të asaj që ka ndodhur. Dhe jam kurioz të di pse e konsideruat kaq të rëndësishme që të mos e bënit upgrade atë këndvështrimin e vajzës 12 vjeçare në një të rritur tashmë. Po ashtu siç thoni edhe ju, libri është shkruar në vitën e parë, edhe është një libër kryekput i bazuar në historinë e familjes time, historinë time gjatë periudhës luftës edhe të pas luftës në Kosovë. Unë jam profesore asociuar e marrëdhënieve ndërkombëtare e studimeve të paqes dhe të luftës në Vrije Universiteit Brussel, në Universitetin e Lirë të Brukselit në Belgjik. Mendova se pasi kisha shkruar një seri të librave, të artikujve shkencor, kapitujve të ndryshëm të librave në standardet deri diku rigjide dhe jo shumë dorëlëshuara akademike, e kam pas gjithmonë një ndjesi sikur një pjesë e mirë e asaj njohurie trupore, njerëzore, emocionale për luftën, për mënyrën se si përfundon një luftë, se si vendosen pastaj konturat e paqes, më zhduk gjithmonë që kam mbet jashtë atyre librave për shkak të konjunkturave tradicionale, pozitiviste në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Edhe në një farë mënyre mu duk si një çlirim të shkruarit duke ju referu kujtimeve, mbamendjes së verzionit tim prej 12 deri në 15 vjeçe sa përfshihen në libër. Pra deri diku është një intervenim epistemik në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, sepse vazhdon të jetë një fushë është shumë e ngujume në të shkruarit në një format të caktuar, pra ku supozohet që ti si studiues, si autor, të mbash një lloj neutraliteti, edhe pse ky neutralitet është shumë vështirë i arritshëm në të gjitha shkencat shoqërore, edhe mu duk për te këtij intervenimi epistemik mu duk edhe një farë çlirimi për krejt ato njohuri të cilat i kisha, për krejt ato kujtime të cilat i kisha shumë të mirë ruajtura, le të themi, po që s'kisha pas mundësi për t'i shkru. Pastaj te pjesa për t'i dhënë kuptim prej të rrituri, ose për t'i dhënë një farë kuptimi akademik, këtë mendova se deri tani në disa prej këtyre debateve të cilat shpërfaqen në Girlhood at War, mendova se i kam shtjellu mjaftueshëm në librat e tjera dhe i lash ato kujtime pak në një mënyrë edhe pak më të hapur, që lexuesi ta ketë mundësinë edhe të gjej përfundimet e veta, leksionet e veta, leximet e veta, edhe më duk se nuk është ndoshta në tagrin tim të pedagogjizoj lexuesin në këtë rast, po ta lë të vendos vetë. Nga se mendoni se vjen ky lloj ngujimi i botës akademike në lidhje me marrëdhëniet ndërkombëtare, kjo
parja gjithmonë me një lloj neutraliteti, me një lloj pozitivizmi, se vura re që edhe tek parathënia ishit pak kritike me këtë gjë. Po fusha e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe fusha e shkencave politike në përgjithësi është e zhvilluar edhe e mirë vendosur në hemisferën perëndimore. Pra këtu kam parasysh Evropën, Amerikën Veriore dhe asaj që njihet si perëndim politik, jo detyrimisht perëndim gjeografik. Dhe konturat e fushës së marrëdhënieve ndërkombëtare dhe deri diku të shkencave politike në përgjithësi janë të mirë vendosura në të kuptuarit e kërkimit shkencor edhe shkrimit shkencor traditën pozitiviste, ku neutraliteti, objektiviteti janë baza kryesore, fillestare, po edhe përfundimtare e shkrimit akademik. Kjo pastaj në vetvete i ka përjashtu një varg subjektesh epistemike, të cilat mund të kenë pasur këtë njohuri ose këtë mbamendje trupore, emocionale, siç është në rastin tim, po siç është edhe në rastin e shumë studiuesve të cilët studiojnë aspekte për shembull të migracionit, derisa mund të jenë vetë emigrant, ose që studiojnë aspekte të paqes, në ndërkohë që kanë qenë vetë të përfshirë në disa prej këtyre konjunkturave të paqes globale liberale, ose shkruajnë për luftën duke pas një përvojë shumë të afërt me luftën në vetvete. Dhe pastaj kur ti përballesh me komunitetin akademik dhe me sferën akademike në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në shkenca politike, tendenca e parë, sidomos në fillimet e para, kur je shkollar në fillimet e tua, tendenca fillestare e mentorëve të tu, e profesorëve të tu, po edhe të komunitetit është të paralajmërojnë për rreziqet që ti mund të kesh me atë që quhet si bias. Pra ti në vetvete bëhesh subjekt që je më shumë i predispozuar për të mos qenë neutral, a thu se në të vërtetë edhe ata që nuk vinë nga përvoja të ngjashme me luftën ose me ndërtimin liberal të paqes, detyrimisht shkruan në mënyrë neutrale, në mënyrë objektive, sepse ne i qasemi realiteteve shoqërore, realiteteve politike, me një varg njohurish, me një varg pa njohurish, po ashtu, me një varg keq kuptimesh, qofshin ato gjinore, qofshin klasore, qofshin ekonomike, urbane, rurale, të gjitha këto e bëjnë një hulumtues. Prandaj, mendoj se në vazhdimsi është mbajtur ky kufiri epistemik, sepse në këtë mënyrë janë mbajtur edhe disa konjunktura të pushtetit politik, të pushtetit intelektual, dhe u është mbyll dera edhe shumë subjekteve të cilët jo detyrimisht kanë qenë të dashurum me konjunkturat pozitiviste, siç bëhet shumë e qartë edhe në parathënien e librit. Dua të pyes pak edhe për aktualitetin sot në Kosovë. Shpesh, në media dëgjojmë të flitet ose lexojmë të shkruhet për Kosovën dhe i referohen si një shtet i pavarur, por njëkohësisht një vend që duhet menaxhuar gjatë gjithë kohës nga jashtë. A mendon që ky tensioni midis pavarësisë formale dhe një lloj varësie reale nga rëndimi e ka penguar Kosovën të përjetohet si një vend vërtet i lirë? Më duhet t'i kthehem pak librit edhe mënyrës se si përfundon libri në fjalë. Vendimi për ta përfunduar librin, për ta përfunduar rrëfimin aty ku përfundon, në një bashkëbisedim as pak të këndshëm me një studente serbe në raport me çfarë ka ndodhur në Kosovë, ka qenë i rëndësishëm për mu, jo për të provokuar në kuptimin populist të fjalës, po për ta shtruar si pyetje nëse në fakt lufta ka përfundu, edhe këtu e kam fjalën jo se si kuptohet përfundimi i luftës në Kosovë në konjunkturat politike perëndimore ose në konjunkturat intelektuale perëndimore. Po nëse lufta ka përfundu për njerëzit në Kosovë edhe për spektrin publik edhe politik në Serbi, sepse dhuna në forma të ndryshme ka vazhdu edhe pas 99-s, dhuna ka vazhdu edhe pas edhe provokimet e vazhdueshme, sistemike dhe sistematike të Serbisë vazhdojnë edhe sot. Prandaj për mu kjo është në vetvete edhe si studiuese e shtet ndërtimit në periudhat e pas luftës, është gjithmonë një prej dimenzioneve të cilat më ngacmojnë në vazhdimsi, sepse luftat as nuk fillojnë me një ceremoni hapjesh sikur fillojnë lojrat olimpike, as nuk mbarojnë me një moment të qartë. Ndërsa nëse i kthehemi se si shikohet Kosova si shtet i
përfundum ose si luftë e përfundume. Kjo pastaj duhet edhe të kontekstualizohet në rrafshin pak më të gjerë ballkanik, sepse sidomos prej fillim shekullit të 20, kur fillon aplikimi dhe përdorimi i egzagerum, i teprum i nocioneve të ballkanizimit, e kanë vendosur dhe e kanë bajtë të ngujum në fakt hapësirën ballkanike, të ngujum në disa konflikte të cilat supozohet të jenë historike, supozohet të jenë të pandrejtshme, popujt e këtyre vendeve janë të pandrejtshëm, janë të paaftë të mbërrin ato staza të progresit të cilat supozohet që shoqëritë perëndimore evropiane të civilizuara i kanë tejkalu me kohë. Ky lloj diskursi, këto lloj narrativash gjenden shpesh, hasen shpesh edhe në përtypjet e sotme intelektuale dhe akademike, edhe kur bëhet fjalë për Kosovën, edhe prap këtë nuk mund ta ndaj prej raporteve të pushtetit, raporteve politike, po ashtu edhe intelektuale dhe epistemike në raport me Kosovën, edhe më gjithësisht në raport me vendet që kanë dalë nga ish Jugoslavia, po këtu nuk më rezulton të jetë shumë ndryshe edhe në raport me Shqipërinë. Për shembull, edhe pse duhet të thënë që ka një ndryshim, sidomos në këto 5 vitet e fundit, në mënyrën se si Shqipëria qaset si një simptom tashmë diçka tjetër se sa si një problem në vetvete. Ndërkohë për të kthyer prapë tek libri, rrëfimi juaj nuk ndjek një ark narrativ të pastër, do të thënë shpesh tregimet janë të fragmentarizuara, ne e thamë që nuk kanë një mbyllje ose përfundim të qartë, ndërkohë që shoqëritë e pas luftës shpesh kërkojnë të shtyjnë përpara një narrativ sa më të qartë rreth asaj se çfarë ka ndodhur dhe pse tani mund të vazhdojnë dhe ta hedhin pas krave konfliktin dhe luftën dhe të vazhdojnë përpara. Dua t'ju pyes çfarë ndodh kur kujtesa e jetuar, siç është ajo që shfaqet në libër, nuk bashkëpunon me këtë kërkesën për një narrativ të qartë. Në fakt, ajo çfarë ka ndodhur me Kosovën, të cilën mundohem ta bëj sa më të qartë edhe në libër, është se kur përfundon lufta, në kuptimin që forcat policore ushtarake dhe paramilitare serbe tërhiqen nga Kosova edhe vendosen forcat e NATO-s, vendoset pastaj i gjithë spektri i intervenimit liberal. Fillon po ashtu vendosja e një narrative sipas të cilës këtu ka pas krime nga të gjitha anët, të gjithë jeni bashkëfajtor, edhe si rrjedhoja e kësaj ka shumë pak kuptim që të shikohet nga e kaluara. Pra u vendos një farë, u vendos viti 0 për Kosovën në momentin që këto forca intervenuan pas luftës, edhe ideja është që të shikohet përpara, pa u marrë me të kaluarën, por në të njëjtën kohë pa u marrë edhe me të tashmen, sepse ata njerëz që supozohej të ndërtonin këtë të ardhme demokratike, me treg të hapur, me treg të lirë për një shtet shekullar, këta ishin po ashtu njerëz që sapo kishin dalë nga një luftë. Pra mbamendjen, traumën e kishin jo vetëm të lexuar, por të përjetuar dhe në fakt po përballeshin me krejt ato që kishin ndodhur disa muaj më parë. Dhe këtë lloj diferencimi nuk e bën vendet e Evropës perëndimore, për shembull në përfundim të luftës së dytë botërore. U vendosën qartë narrativa, korniza, ligjore, administrative, politike, kush ishte agresori në luftën e dytë botërore, kush ishte viktima, dhe këtu nuk pati paqartësi pastaj se si duhet të ndërtohet e tashmja dhe ardhmja evropiane, po e them kështu në kuptim shumë të gjerë. Ajo çfarë pastaj u eksperimentu në Kosovë, edhe në Bosnjë, Hercegovinë, po edhe në vendet e tjera jashtë Evropës, ka qenë ky lloj ambiguiteti, kjo lloj jo vetëm dy kuptimësie, po shumë kuptimësie e fakteve historike, e përjetimeve historike, të cilat qysh bëhet e qartë edhe në libër janë spektre jashtëzakonisht dhunuese dhe të dhunshme për njerëzit të cilët e kanë përjetuar luftën. Pra kur ne si 14-15 vjeçar përzgjidheshim për të shkuar në këto trajnime se si të ndërtojmë një Kosovë multietnike të pas luftës, ishte sigurisht një raport jashtëzakonisht i dhunshëm, jashtëzakonisht përçudnues, sepse ty po të thuhej në kohë reale që ajo çfarë ka ndodhur nuk është aq traumatike, sepse u hoq edhe përdorimi i fjalës luftë, pra flitej në shumicën e kohës flitej për konflikt.
Pra, ishte një konflikt dhe unë e ti mund të kemi një konflikt nëse një libër lexohet më mirë në formë fizike ose në formë online, mund të kemi një konflikt konceptual për këtë. Lufta është diçka krejt tjetër dhe ka aspekte fizike, të prekshme, krejt të tjera. Ndërsa konflikti sikur ja hjek një pjesë të madhe të dhunës, e cila është dhunë e orkestrume, është dhunë në të cilën ti mundesh me gjetë lehtësisht linja komanduese, përgjegjësi shtetërore, përgjegjësi institucionale. Edhe në këto lloj trajnime pastaj mendoj se edhe unë si e ri, pastaj edhe si subjekt intelektual më vonë që u mora me këtë fush, më është rikthyer gjithmonë ai lloj konfrontimi, sepse është sigurisht e qartë edhe bëhet e qartë edhe në libër që si 15 vjeçare ti nuk ke asnjë hurinë intelektuale, po as përvojën jetësore ti kundërvihesh disa prej atyre narrativave, pavarësisht se ti e sheh që trupi jot po të reagon ndaj nisër përdhunimesh intelektuale, emocionale të asaj çfarë ne veç sa kishim kalu. Pra, nuk kishin kaluar as 2-3 vjet kur krejt këto eksperimentime të jashtëzakonisht të rrezikshme për psikën e një komuniteti po bëheshin në kohë reale me neve. Dhe pastaj kjo kur u zhvillova tutje, kur u rrita dhe kur studiova dhe fillova sidomos të lexoj literaturë nga vendet e ish kolonizuara, edhe këtu pata fatin e madh që të ndeshem me brutalitetin belg në gjatë kolonizimit të Kongos. Edhe pastaj duke lexuar shumicën e këtyre autorëve, këtyre teorive, e kuptova në fakt që çfarë kishte ndodhur edhe në Kosovë, pavarësisht se nuk ishte një rast tipik ndoshta i kolonialitetit evropian të shekullit të 19. I frikshmërisht i kishte shumë nga këto elemente të cilat e kishin kolonizu Kosovën jo vetëm si territor, por pastaj edhe një lloj kolonizimi në kuptimin e njohurisë intelektual, diskursiv, përpos atij territorial. Pse mendoni që ndërtimi i paqes nga perëndimi kërkon kaq shpesh nga të mbijetuarit që të kenë empati për agresorin, po jo e kundërta? Nuk i kërkohet thuajse asnjëherë agresorit të përballet me të vërtetën e veprimeve të veta, po kërkohet që të jepet gjithmonë një lloj konteksti më i gjerë sepse agresori u bë agresor. Kjo është ndoshta pyetje e cila duhet të shtrohet pak në rrafshin më të gjerë përtej Kosovës, përtej luftave në ish Jugosllavi. Sigurisht në periudhën e pas luftës së dytë botërore, vendet ato që janë tash vendet e Bashkimit Evropian kishin përballë krijimin e një projekti të një paqe në konturat e një paqe të cilat ata e vendosën në bazë të matematikave të pas luftës së dytë botërore. Edhe shpesh herë, edhe ajo qartësia e pagabueshme për agresorin e luftës së dytë botërore edhe për viktimën e kemi parë se del edhe revoltohet edhe ajo mbivendosje arbitrare, mbivendosje elitare për mbi popujt evropian në raport me krimet e fashizmit, në raport me pastaj projekte të tëra për denazifikimin e Gjermanisë, edhe në fakt nëse shohim sot çfarë ndodh në Gjermani dhe nëse kemi parë pak me kujdes çfarë ka ndodhur në Gjermani këto 10 vitet e fundit, shohim gjithë këto tendenca revoltuese të fraksioneve të ndryshme neofashiste në Gjermani, pikërisht kundrejt po asaj narrative e cila qartësisht vendosi agresorin edhe viktimën. Edhe projekti evropian i paqes provoi një eksperiment tjetër, ashtu siç historikisht kanë provuar eksperimente të ndryshme nëpër vendet, nëpër ish kolonit e tyre, për të parë metoda ose për të parë formula të tjera, ndoshta kjo lloj dy kuptimësie e asaj çfarë ka ndodhur ose shumë kuptimësi e asaj çfarë ka ndodhur mund në fakt ketë potencial më të gjerë edhe më të qëndrueshëm për paqen në kuptimin afatgjat. Dhe si ushtrim intelektual, unë e kuptoj shumë mirë, si detyrë filozofike, si parashtrim të pyetjes e kuptoj shumë mirë, por tej formimit tim akademik, unë po ashtu para kësaj jam edhe njeri me një përvojë të luftës, dhe pastaj këtu si njeri ti e shef që ka probleme jashtëzakonisht të mëdha kur këto eksperimente intelektuale të cilat pastaj përkthehen në projekte politike aplikohen
në jetë të vërteta, në njerëz të vërtetë. Sepse aty pastaj fillon edhe nuk ndihesh më aq rehat me pyetjet filozofike dhe me formulat intelektuale për ndërtimin e paqes. Se duket ndonjëherë kjo shkon pak edhe për te asaj që ndodhi në Kosovë, po edhe për te nivelit makro, ndoshta në nivel pak më mikro tek individët, duket ndonjëherë sikur perëndimi e do tjetrin, atë që është jo perëndimor, për sa kohë ka nevojë të shpëtohet, për sa kohë është një lloj viktime ose një lloj mbijetuari. Po në momentin që tjetri kërkon të vendosë në vend autoritetin e tij dhe fillon të kërkojë të drejta më të plota, i kthehet më njëherë kundra, duke thënë shpesh që prit se nuk je akoma gati. Është një fjali që e dëgjon shpesh dhe gjithmonë i drejtohet më atij që është më i dobët, jo atij që është më i fortë. Të pushtetshmëve nuk i thuhet kur që ju nuk jeni gati. Jam kurioz, domethënë, që pse ndodh kjo, pse duket sikur vetëm ata që kanë vuajtur duhet ju thuhet si jeni gati akoma për të patur autoritet të plot, si jeni akoma gati për të qenë plotësisht të lirë, si jeni akoma gati për të bërë gjërat siç doni ju. Këtu duhet themi po ashtu që ka një lloj përshkallëzimi të dobtit. Pra, në rastin tonë të themi, Shqipëria, Kosova, Serbia, Maqedonia e Veriut, nuk janë të dobët të barabartë para Bashkimit Evropian, as në kohë, as në vetvete si vende, po as në kohë historike. Përshkallëzimi i kësaj i dobësisë së këtyre pohëve, këtyre vendeve, në vazhdimsi është po ashtu përcaktuar në bazë të agjendave politike evropiane, në bazë të konjunkturave të pushtetit jo vetëm në Evropë, po edhe më gjerë. Dhe këto lloj pedagogjizmash politike, që nuk jeni gati për të vetë qeverisë, nuk jeni gati për të bërë vendi Bashkimit Evropian, nuk jeni gati për paqe, nuk jeni gati për pajtim. Të gjitha këto jepen në funksion edhe në varësi të agjendave politike, të cilat nuk janë statike, ndryshojnë dhe si rezultat ndryshon edhe përshkallëzimi i viktimizimit edhe infantilizimit të këtyre vendeve përkatëse. Ajo çfarë duket në fakt qartësisht që ka ndodhur me Shqipërinë këto vitet e fundit është e gjithë pagadishmëria e Shqipërisë për të bërë një vend seriozisht i konsiderueshëm për antarësim në Bashkimin Evropian. Çuditërisht ka marrë një kthes tjetër në momentin që Shqipëria pranoi në një farë mënyre të bëhet bartëse e politikave të përjashtimit të Bashkimit Evropian në raport me emigrantët nga vendet e Afrikës Veriore dhe të lindjes së mesme, por jo vetëm, nëpërmjet ndërtimit të dy kampeve të cilat garantojnë ekstraterritorialitetin e kufive evropian. Edhe këtu pastaj e shikon se si nga një shkallë e caktuar e viktimës, Shqipëria në fakt ngritet edhe fiton një pozitë tjetër prej një të dobti që nuk është aq i dobët sa ishte para këtyre marrëveshjeve. Pra edhe këtë aspektin e mos qenit gati për paqe, për shtetëndërtim, për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, edhe këtë e shoh si shumë fluide, si shumë të ndryshueshme në varësi të çfarë ndodh në botë, sepse as Bashkimi Evropian, as më pak vende në këtë rajon nuk janë imune ndaj ndryshimeve të galopante në fakt në mënyrën se si bëhen marrëdhëniet ndërkombëtare sot, edhe se si negociohen marrëdhëniet ndërkombëtare në ato çfarë ka mbetur strukturat liberale të paqes, duke përfshirë prej gjykatave ndërkombëtare, por edhe institucioneve tjera të cilat mirën me projekte të paqes ose me projekte të shtetëndërtimit. Libri juaj është një libër që flet për luftën dhe pas luftën në Kosovë, po që unë mendoj se rezonon shumë edhe me konfliktet të tjera aktuale, dhe nëse mund ta lidh pak edhe me luftën dhe genocidin që po ndodh sot në Gaza. A vini re një gjuhë dhe logjikë të ngjashme me atë që ka formësuar dhe Kosovën e pas luftës edhe te ky konflikt? Po sigurisht që vrej ngjashmëri të frikshme, siç vrej edhe dallime të frikshme po ashtu, duke filluar nga vetë fakti që gjenocidi në Gaza vazhdon po ashtu të quhet si konflikt, edhe nga çarqe të respektuara akademike, mediatike, sidomos në perëndim, edhe këtu e vren edhe atë
ngjashmërinë e parë me një farë neutralizimi dhe teknikalizimi të një dhune të paprecedent historike në fakt, që ndodh në kohë reale, është dhunë të cilën ne e shohim sa po zgjohemi në mëngjes dhe hapim telefonin ton. Shoh një ngjashmëri po ashtu të frikshme në raport me apatinë politike edhe njerëzore në jo vetëm në Perëndim, po edhe në shoqëritë tona, fatkeqësisht pamundësia për ta parë veten të tjetri, edhe kur ky tjetër ka një ngjyrë tjetër të lëkurës, ose është racializuesi i padëshirueshëm për kulturën homogjene europiane, të krishterë, të bardhë, të iluminume, të civilizume. Dhe kjo pamundësi për ta pa veten, për ta pa tragjedinë e tjetrit si tënden, edhe kjo më ka ardhur në fakt shumë shpesh në mendje përgjatë debateve për gjenocidin në Gaza, përgjatë diskutimeve jo vetëm në Perëndim, ku duket pak më qartësisht, po edhe në vendesit tona, të cilat një lloj tragjedie të përmasave biblike e kanë shumë më të afërt në kuptimin historik. Pastaj ka dhe dallime sigurisht të tjera, sepse kursi në raport me Kosovën fatmirësisht ndroi shpejt, edhe kjo kishte të bënte shumë me faktin që shteti serb, politika në Beograd dhe jo vetëm, tashmë kishte orkestruar me sukses një varg luftash të tjera. Do të thonë ish pa puna e tyre gjithsesi në Kroaci dhe në Bosnjë-Hercegovinë, edhe derisa erdhi në Kosovë, edhe opinioni publik perëndimor ishte përgatit ndryshe, ishte marinu me këto pamjet të cilat servireshin në atë kohë, edhe që mbani një lloj përgjegjësie të qartë në Beograd edhe në strukturat qeverisë në Serbi. Këto ndoshta janë dallimet edhe ngjashmëritë kryesore të cilat i shoh në raport me gjenocidin në Gaza. Ajo çfarë do të thosha, ndoshta nuk është e tepër, më thonë, edhe më frikson, është kjo paftësi për të pa veten të tjetri, për te kalkulimeve banale, geopolitike, për te kalkulimeve pragmatiste, na konvenon, nuk na konvenon, thuse kjo farë njëhësia kush jemi ne, është diçka e mirë përcaktuar, është homogjene dhe supozohet që ne gjithë jemi në funksion të asaj të përbashkëte, të cilën se kemi negociuar asnjëherë, dhe për cilën s'kemi marrë vesh asnjëherë. Ti përmendej që në Shqipëri dhe në Kosovë jemi apatik, po kam përshtypjen që ndonjëherë shkojmë pak përtej kësaj, se ka një tendencë, sidomos në Shqipëri, që nëse flet për atë që ndodh në Gaza, nëse kritikon, nëse shkruan për atë, përballesh me një lumë kritikash, dhe zakonisht janë kritika që lidhen me Kosovën, pasi përmendet Izraeli është aleati ynë, Izraeli ka njohur pavarësinë e Kosovës, Palestina nuk e ka njohur, Izraeli është aleati ngushtë i SHBA-vit dhe Perëndimit, ne nuk kemi asnjë lidhje, po themi kulturore, që është kjo që thatë dhe ju, që jemi të paaftë të shohim veten tek tjetri. Dhe jam kurioz, si mund t'i përgjigjesh kësaj një shqiptar, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, pa u ndier në faj dhe pa u ndier sikur nëse flet për atë që ndodh në Gaza, është duke hedhur poshtë Kosovën. Ndoshta intervenimi i parë është intervenim njerëzor. A ke aftësi kur sheh atë lloj dhune, domethënë prindër që mbledhin kockat e fëmijëve të tyre, cilët janë literalisht masakru edhe janë dhënë në copa, ose Hind Rajab, një vajzë e moshës së vajzës tem, cila vritet brenda në makinë kur kërkon ndihmë me 300 plumba. Nëse këtu nuk arrim ta shohim veten tonë edhe vujtje njerëzore, pa dalë pasaj te kuptime politike, nëse këtë arrim të arsyetojmë në bazë të disa interesave politike, që shpeshherë janë interesa po ashtu dhe banale, frikshmëria për mua është këtu. Në aspektin politik, është e vërtetë që Palestina nuk e njeh Kosovën si shtet. Autoritetet palestineze, qeveria palestineze nuk e njeh Kosovën si shtet, sepse në fakt, edhe gjatë viteve të 90-ta, intelektual palestinez si Gada Karmi kanë shkruar në vazhdimsi për atë se si në fakt shqiptarët e Kosovës janë ekuivalenti i palestinezëve në brenda shtetit të Izraelit. Pra, barazohej dhuna e
aparatit shtetëror serb ndaj shqiptarëve të Kosovës me dhunën e aparatit shtetëror izraelit ndaj palestinezëve, sepse gjenocidi në Gaza nuk ka filluar pas 7 tetorit, dhe këto qëndrime intelektuale edhe politike nuk është se nuk kanë ekzistuar edhe nuk ekzistojnë edhe sot në Palestinë. Kjo krejt në kuptimin ose në rrafshin politik. Pastaj në rrafshin historik edhe kulturor, duke qenë pjesë të një perandorie, sigurisht që shqiptarët, ashtu si edhe bosnjak, ashtu si edhe popujt e tjerë brenda subjektet të perandorisë osmane, kanë marrë e kanë dhënë me popullin palestinez, me subjektet tjera brenda perandorisë osmane në vazhdimsi. Edhe këto janë të vërteta kulturore, historike, të cilat është e vështirë me ju mshu vitash sikur asgjë nuk ka ndodhur. Tensioni i autoriteteve palestineze, autoriteteve qeverisë palestineze në raport me njohjen ose mos njohjen e Kosovës, ka të bëjë kryekëputë me intervenimin amerikan në Kosovë, dhe kjo sigurisht është shkurtpamësi e pafalshme nga ana e autoriteteve palestineze. Por kjo në vetvete nuk do duhej, për mendimin tim, të jetë arsye pse ne kemi problem t'i themi të bardhës dhe të zezës të zezë. Kjo nuk e ndryshon dhunën gjenocidale të shtetit të Izraelit ndaj popullit palestinez. Neve nuk na konvenon edhe nuk na pëlqen fakti që konjunkturat globale janë kështu si janë, por kjo nëse flasim ose nuk flasim, nëse reagojmë ose nuk reagojmë kundër gjenocidit në Gaza, kjo nuk e ndryshon raportin ndërmjet këtyre shteteve, por tregon diçka shumë problematike, jo vetëm për formimin ton politik, intelektual, por para se gjithash edhe për atë njerësor. Kam një pyetje të fundit. Nëse paqja kërkon vazhdimisht nga të mbijetuarit që të zbusin gjuhën, të relativizojnë fakte, të njohin dhe të vërtetën e agresorit, a mund të quhet kjo akoma paqe apo është diçka tjetër që nuk e di se çfarë emri mund t'i vëmë? Jo vetëm në lidhje me Kosovën, po dhe me luftrat të tjera dhe me konfliktet të tjera. Do shta përcaktimi më adekuat, të paktën si marrëveshje për bashkëbisedim duhet të jetë jo lufta, sepse paqja më duket një projekt shumë më i madh, edhe një gjendje në të cilën nëse arrihet dikur ka shumë punë mbrapa. Edhe kur ekzistojnë konjunktura institucionale, morale, politike të mbajtjes së një lloji paqeje, ajo paqe ekziston vetëm në saj të një varg procesesh të dhunshme që bëhen diku tjetër ose me dikë tjetër. Edhe projekti i Bashkimit Evropian është ky projekt i paqes që është, po është projekt i paqes që mbahet me një varg politikash jashtëzakonisht problematike, qoftë në raport me emigrantët, qoftë në raport me vendet e treta, qoftë në raport me përshkallëzimin e dhunës ambientale nëpër ish koloni, qoftë në raport me probleme ndërshtetërore, duke filluar nga vendet e Amerikës Latine deri në lindjen e largët. Prandaj, pa ngulmu në gjetjen e paqes edhe përfundimin e luftës, për mua, ashtu siç është qartë edhe në libër, për mua është shumë interesante edhe e vlefshme të shikojmë çysh bashkëjetojnë këto të dyja. Sepse njëra pa tjetrën nuk funksionojnë, nuk kanë funksionuar as në ish Jugosllavi, nuk funksionojnë as sot në vendet e Bashkimit Evropian. Sigurisht intensiteti, forma, se nuk dua t'i relativizoj në asnjë formë, intensiteti, forma dhe mënyra se si ushtrohen këto përpjekje të dhunës për të mbajtur një lloj paqe kolektive dallojnë, kanë dalluar jashtëzakonisht shumë, por i gjej edhe në Bruksel, i gjej edhe kur udhtoj gjithandej në për perëndimin politik. Edhe për mu ky dualitet, ky lloj negociimi i vazhdueshëm, i përditshëm, i ku do ndodhen, do se jo shpesh i dukshëm,
ky në fakt është ushtrimi me cilën përpiqem të shkruaj, edhe ky ka qenë edhe tensioni të cilin e kam pas kur fillova ta shkruaj librin. Se unë librin nuk e fillova ta shkruaj duke u kthy shpesh në Kosovë dhe duke vizitu shtëpinë e dajve të mi aty ku kemi qëndruar gjatë gjithë kohës së luftës, as duke shkuar nëpër podrume ku kemi fjet. Mu në fakt lufta më kujtu në Bruksel. Edhe lufta më erdhi edhe komplet ato kujtime të cilat kisha mendu se i kam harru, ose i kisha mendu sikur kam ndodhe dhe janë aty ku janë, po nuk është se më definojnë, as nuk më përcaktojnë rrjedha të mëdha të jetës. Por pastaj ti kur sheh këto negocime të përditshme të mikroagresioneve, mikroracizmave, të dhunave të vogla, po që shpërfaqen shumë shpesh, ajo pastaj më ktheu në këto diskutimet në fakt ku është paqja, sepse projekti evropian, sidomos për popullsitë periferike, ishte shitur si diçka, si një projekt i krym, edhe ata jetuan përjetësisht të lumtur. Ky ishte projekti që shitet edhe sot në fakt. Po që kur jeton brenda, ti e kupton që në fakt ky projekt ndoshta në formën se si shitet, si është paketuar dhe si është shit, ndoshta nuk ka ekzistuar asnjëherë. Ka qenë gjithmonë i negociuar edhe i negociueshëm me një varg aspektesh të tjera të negocimit, të pushtetit, të marrëdhënieve të pushtetit, të aspekteve dhe ushtrimit të dhunës po ashtu. Qoftë kjo dhunë kulturore, ambientale, intelektuale, edhe shpesh herë edhe dhunë fizike, armatosure, orkestrume po jashtë territoreve evropiane. Në fakt, ajo është që mendojmë shpesh, të paktën këtu në Shqipëri, është që në momentin që do bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, problemet tona marrin fund, na kanë ata në dorë në një farë mënyrë edhe çdo gjë zgjidhet. Po që nuk është e vërtetë. Mirë Vjosa, shumë faleminderit. Faleminderit juve, ishte shumë kënaqësi. Kënaqësia ime. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.